Territori i Kosovës për datën 19 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me vranësira të dendura dhe reshje të lehta në disa rajone gjatorëve të paradites, ndërsa pasdite pritet stabilizim gradual i kushteve atmosferike me intervale të shkurtra dielli. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 tetor do të jetë në orën 6:46, ndërsa perëndimi në orën 17:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 6 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 6 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 14 gradë Celsius. Pej 7 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 6 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçani 6 deri në 15 gradë Celsius. Suhare 6 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 16 gradë Celsius.